Nëse ti si babe ka arrit nivel me fëmijët e tu, mund është me thirr vete njëri maj pasur nëse maj lumtur në botë. Nëse ti vjen pi pune edhe fëmija tu të shohin edhe ju zdritet fytyra e keshin, e ngajnë me të përqafe, me të pudh, e nashta s'lajnë as teshat e trupit mi hiek, tu pas qef me net nga tije, e tu pas qef nashta me ta kallzu na historie që ka ndodhur gjatë ditës, edhe ti ngan me vëmendje, dije që kish lumturia më e madhe. Nëse hin e del, e fëmija tu s'quhen kam për ty kur, dije që ti ke gabu dikun. Dije që nashta ti i ke neglizhu ata, jo ata ty. Se fëmija për i vogël ka qef me pas komunikimin ose mu qel me ty edhe me kanë ishlir me ty. E ka do prind shembull që nashta si të vjen të shtëpia veç këshyr me hiek fëmin qafe, mi qu në për dhoma ose mi qu me këshyr televizor ose telefon që ata me nejt rahat edhe mos me ful me ta shumë. Sa ma pak që i komunikon me ta, aq ma keq kemi pas pun të ardhme, se ata shkojnë të urrit, nashta dhe s'dojnë mu qel me ty edhe me ful me ty mo, edhe respektin s'tepin se qyshe meritat.